Si musliman, si besimtar, ne të gjithë kemi besim të paluhatshëm në botën tjetër, ahiretin, ringjalljen, xhenetin, xhehenemin. Por përsëri kemi frikë nga vdekja. Pse ndodh kjo? Ka shumë arsye, secili ka ato arsyet e veta, por arsyet kryesore janë këto. Dëgjoj me kujdes. E para është frika nga e panjohura, sepse njeriu kalon nga një botë e njohur të cilën e ka jetuar mirë ose keq, por sidoqoftë ai e di se si është kjo dynja, por vdekja është diçka e panjohur për natyrën njerëzore, ndaj edhe ka frikë. E dyta është frika nga llogaridhënia, sepse njeriu, besimtari në përgjithësi, sidomos besimtari muslimani, nuk e di se a do të mjaftojnë veprat e tij të mira që i ka bërë në këtë dynja për të shpëtuar në botën tjetër. Kjo është frika nga llogaridhënia. Një arsye tjetër është lidhja e ngushtë me dynjan që ka patur dhe që ka njeriu dhe ëndrat e tij të parealizuara. Ai mendon se derisa të vdes do t'i realizojë gjitha ëndrat, gjë që si ka ndodhur askujt dhe s'ka për t'i ndodhur askujt. Me thonë, lën familje, lën të dashurit, lën fëmijët, lën projektet e tij të pambaruara, andaj lidhja e ngushtë me dynjan është ajo që ngjall frikë më së shumti, apo një prej arsyeve që na bën të kemi frikë nga vdekja. Edhe njëra prej arsyeve shumë të rëndësishme sepse kemi frikë nga vdekja është edhe momenti i daljes së shpirtit, të cilin ne nuk e dim, nuk e njohim, por ai ka dhimbjet e saj, siç e ka përshkruar pejgamberi alayhis salam, inna lil mauti sakarat, vërtet vdekja ka idhtinë e saj. Do të thonë, edhe frika nga dalja e shpirtit është një prej atyre frikrave shumë të shpeshta që i hasim të njerëzit, por kjo është natyrë njerëzore. Andaj, dashur miq, të dashur vëllezër dhe motra, frika nga vdekja duhet të forcojë dhe të na motivojë që të përgatitemi për atë botë të panjohur, kushtimisht të themi, e jo të kemi frikë dhe ajo frikë të bëhet smundje në zemra dhe në mendjet tona, por të na shtojë imanin ton në mënyrë që të na motivojë të përgatitemi sa më tepër dhe të dalim para Allahu xhaleshanuhu me mëkate të falura inshallah. Wassalamu alaikum.